Një ngjarje e rëndë ka tronditur Gosivarin. Një grua 53 vjeçe nga fshati Raven u zhduk e më pas u gjet e vdekur. Më 9 dhjetor, sipas njoftimit të policisë, djali i viktimës JM paraqet në polici se ëma e tij, HA, ishte larguar nga shtëpia dhe nuk po i përgjigjej telefonatave. Duke kontrolluar kamerat e sigurisë, ai vëren se 2 ditë më herët, më 7 dhjetor, ai ishte parë duke larguar me një automjet të tipit Fiat. Por dyshimet e tij rriten kur sheh se gjatë natës mes 6 dhe 7 dhjetorit, një person, më vonë identifikuar si SM nga fshati Negotini i Vrapçishtit, ishte futur në oborrin e shtëpisë dhe, sipas deklarimit të tij, kishte marrë para nga dhoma. Policia nisi me një rretimet. Pas analizimit të videoincizimeve dhe marrjes së thirrjeve telefonike, SM vihet në dyshim. Më 11 dhjetor ai arrestohet me dyshimin se e ka detyruar HA të largohej me të. Sipas raportimeve bëhet fjalë për marrje të detyrueshme nga shtëpia. Pas kësaj ngjarje, menjëherë policia ka ndërmarrë hapat dhe veprimet për gjetjen e personit. Gjatë procedurës hetimore, policia konstaton se SM kishte dhënë deklarime të pavërteta. Ndërkohë, nga të dhënat telefonike rezulton se kontakti i fundit i viktimës ka qenë pikërisht me të, më 7 dhjetor. Me urdhër të gjykatës, kryet bastise në banesën e tij në Negotin. Pikërisht aty, zhvillimi i rastit merr një kthes të fortë. Kështu që është arrestuar personi në fjalë dhe me urdhër të gjykatës në shtëpinë e tij është kryer mbastisje. Ku gjatë mbastisjes është arrestuar edhe bashkëshortja e tij, ku pas bisedës zyrtare në stacionin e policisë, e njëjta ka pranuar se bashkëshorti i saj e ka vrarë tani më të ndjerën dhe ka treguar lokacionin se ku e ka varrosur. Në rrugën prapa meje 53 vjeçari SM nga Negotina e komunës së Vrapçishtit e ka varrosur 53 vjeçaren HM nga fshati Raven i komunës së Gosivarit. Policia gjatë natës së mbrëmshme ka arritur të gjejë trupin e 53 vjeçares. Informacionet tona janë se trupi i të ndjerës është gjetur pasi është gjurmuar telefoni i të njëjtës. Trupi është dërguar për autopsi, ndërsa hetimet po vazhdojnë për zbardhjen e plotë të rastit.